Shikues të dashur të portalit Ulo Info, përshëndetje dhe mirë se vini. Kam kënaqësinë që në minutat në vazhdim të bisedoj me, le të them, plot gojë përfaqësuesin ton më të denj për te oqeanit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zotri Canduli, të cilin të gjithë ne e njohim si Apa Cani. Përshëndetje dhe mirë se vini në studion e portalit Ulo Info, zotri Duli. Përshëndetje, faleminderit për ftesë, keq kënaqësia jeme e posaçme, se ishe para herë që ka marrë tu, pa shoh që veç e keni marrë dorën edhe bukur ju shkoft. Faleminderit, kënaqësi të bisedojmë bashkë. Për të gjithë ata shikues të cilët mbase nuk e dinë se me çfarë merreni ju, cilat janë veprimtaritë tuaja personale, të cilat ju kanë çuar edhe le të themi deri tek ekspozitat ku keni marrë pjesë së fundmi, si do doni që ju t'i prezantoheshit publikut, të cilët nuk e njohin Apa Canin. Publiku e di përafërsisht, por unë po diftoj që arti është profesioni dhe fillimi i karrierës time, ngritja e personalitetit dhe profesionalizmit ka shku edhe në arkitekturë, ashtu që të dy lami njëna me tjetrën shkojnë dhe jam në atë krijimtari prej viteve fillore, shkollë të mesme, fakultet, edhe tash si mërgjimtar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku është diapazoni famos. Në çfarë mase i kushtoni aktualisht artit, në çfarë lamie jeni tek piktura, në qoftë se nuk gaboj? Arti e ka një, si thohet, një njohje, fillohet me realizëm, kalohet në impresionizëm, në kubizëm, artin modern edhe arti i pakufi. Cila është ajo e cila mbase juve ju përshkruan më së miri? Çfarë është ajo që ju keni dëshirë që të hidhni në letër, në telajo, le të themi? Në telajo. Aja është momenti, inspirata, gjithmonë vjen prej momentit. Kryesisht është një koktel i tanë aty në viteve, më varet si e ka fatin edhe vetë piktura. Së fundmi, keni marrë pjesë në 2 ekspozita, në qoftë se nuk gaboj. Çfarë do veçonit? Ku keni marrë pjesë dhe me çfarë jeni prezantuar ju si artist? Ishte një koloni artit, kemi qenë të ftuar në Deçan, Belej, një resort, kanë qenë afro 25 piktorë, më ka taku aty si ishte rrethi me pej, e peja me ta, më ka taku që mi taku 2 kolegë mas 50 viteve që ka qenë inspirat e mirë. Megjithëse aty unë njoftum edhe me kolegë nga Shqipëria, u ba një koloni tamam ashtu si e dëshiron zemra. Si u pritën punimet tuaja dhe ajo me çfarë ju u prezantuat? E dim që kosovarët kanë një, le të themi, dashuri të veçantë për ulqinin dhe anasjellta. Si e pritën punën tuaj atje? Pa, disi, neve kemi pas inspirat prej vetë vendit, se vjeshta ka fillu në atë vend shumë ma herët se kënaj. Edhe aty e kemi derdhë me ngjyrna, me inspirata, e mandej ka qenë lidhun me ditën e Gështejës në Deçan, ku normal ta kryesia e Deçanit e kajnë manifestu shumë bukur me hapjet të ekspozitës. Përveç si piktor, ju jeni shumë aktiv dhe do të thoja një ndër themeluesit kryesor të shoqatës ulqinakëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si ka lindur ideja, si kanë qenë fillime, çfarë do doni që të ndanit me ne dhe publikun nga kjo pjesë? Çdo fillim ishte pak i zorshëm, prej të parës kemi prevu diket viteve 2004-2005, mandej shkoja e jamës e erdhën disa humbje optimizmit e u fikë ja. Megjithëse kemi pas hop të bukur, edhe kemi qenë shampion në atë kohë, mandej u ngritën edhe ta dashamirët Ana Krajës, Ana Smalit, edhe bashkëpunojshim, po bajshim da kontribute, si kurse një ndihmë karakteristike për maternitet të në Ulqin,
edhe shumë gjëra, por gjëja më e madhe ka qenë para një 3 viteve që u lajmëru një frym e re, një djalosh e prej Ulqinit, një Xhemolanica, erdhi edhe kishte optimizëm të madh, megjithëse unë veç pritësha momentin kur për më janë nisë së bashku, ai me të vërtet ka qenë një i vendosun, apo thot, shkom bashk edhe ashtu nolli. Dhe aktualisht jeni shumë aktiv. Me çfarë merreni? Me çfarë merreni? Në cilat fushat do të thotë jeni aktiv? E shohim edhe përmes rrjeteve sociale, jeni shumë afër vendlindjes në çdo moment, po çfarë do donit ju që të veçonit nga veprimtaria juaj në këtë fushë? Veprimtaria ishte gjithanshme, veç ishin pyetje që deri tash kemi pas rastet me nevojë, që i kemi të bu Tollat, grumbullimin e tollave. Kemi për shembull da operacione, kanë qenë da humbje dhimbshme një dritës pas të rahmet, edhe aty janë të but hollat, mja zbutat humbjen e saj. Po zakonisht arti jem i nep një kontribut si kurse duhet dhe një nevoj, $2-3.000 që punom një pikturë, shesim edhe i nisim, si kurse këti idealit, e nisim duke të Resulbegut, më shënej këty në djelve fëmive që kajnë të nevojë të veçanta. Me të veçanta, edhe aty pa asë një farë rezerve i kemi nimu, kemi ble banesën. Zakonisht kemi nimu rasteve që janë sociale. Po unë kisha pas qef mi cek, se na kishim pas qef edhe minimu gjanave të shnoshta, po kërkush përna ne pas një program me na diftu, ju mundeni këtë gja mi ba në vendlindje. Keni dhënë kontributin tuaj në base nga, le themi, punte e shumta të cilet i kryeni ju si shoqat e ulqinakëve atje në Amerikë, keni dhënë kontribut edhe në renovimin e një pjesë të xhamisë në Namazgjaut, në qoftë se nuk ka boj? Absolut, aty disa mishe kajnë ardhë, edhe kemi pasu dhe rastin në Skënderë në Kosovë që kemi kontribu për mbytje. Ne jemi me të vërtet hapun për gjana urgjente, po unë kisha pas shef që diaspora me pas një optimizm edhe për investimin e të tjeshëm, on turizm, on dhe një spital o diçka që kish me bakë qytet, se tepër janë të gjumosun, nuk kajnë ideja, nuk në stimulojnë. Që të kontriboni? Absolut. Edhe në gjëra pozitive? Në gjëra pozitive, bravo, aty. Zotri Cani, si e vlerësoni ju, apo si ju duket juve Ulqini dikur, kur ju jeni larguar në vitin 92, 1992, dhe sot, cilat do ishin ato anë pozitive dhe negative të cilat juve ju vrasin syrin, le themi? Me të vërtet ishë shumë e dhimbshme, se unë Ulqinin e maj mend që është në shkollë fillore. Dhe me thanë, kur ka ardhe dhe koha për shkollime në pej, për çdo herë sa vishe, gjithmonë isha i frymëzuar që mu këthy prep me vazhdu shkollat. Ka njata e periudhë 10 vjeçare, dërsa janë kry ngritjet intelektuale, po gjëja ma keqe ishtë që kur kanë qenë shansat për me fillu diçka këtë qytet munjal me një ngritje stabile, si kurse shkallë për shkallë, ajo shkallë asnjëherë nuk u gadit. Tanë gjanat që bahen janë të ju ba në shkallën e 5 që më rësit shpejt. Nuk janë themelet e forta, si pasysh. Absolut. Ulqini ka përjetu transformime të dhimbshme, pa gjëja ma keqe ishtë që une si artiste shikaj shumë pejzazhe janë të mytun, sidomos prej Vraçarit, aty nuk mush mami pa plazhën e vogël si duhet, prej Mediteranit e blokumun edhe pamja Kalas. Ata janë gjama që janë për një gjykim njerëzor se dhimbshëm ka i maru.
Kur jemi të ulqini dikur dhe të mbiemri juaj duli, natyrisht që nuk duhet lënë pa përmendur apo nuk na shpëton nga mendja emri dhe figura e shquar e babait tuaj të ndjer zotëri Musas. Ka qëndër infermierët më të respektuar, ashtu si thonë të parët tanë nga kjo zonë. Si e kujtoni ju babain tuaj? Kush ka qenë për ne brezët e rinj të cilët mbase nuk kemi pasur fatin që ta njohim, por që dëgjojmë shumë fjalë të mira për të? Shumë bukur e këthanë, baba Musa ka qenë një djalosh i dalun në Shqipëri, pasi që i vdeq baba Canduli, pas rahmet, unë e kam emrin e gjyshit, Terezia ka lanë shumë gjana pa krye, unë e duhet të shmi krye. Çka ishte interesante, baba ka shku ke dajtë e ti në Durrës, mendimin e damiqve për i shtoj da Ivana i familjet e ka qu për të bune, më ndaj ka mrit ke dajtë në Durrës. Dita parë dajtë i ka në të berberhanën e tyne, i ka thanë Musa, mërë të shfshi. Edhe ka fillu baba me fshi, pa ty pas ka qenë një doktor Shiroka, që ka ardhë me regullu vedin, edhe i ka thënë, kush ish marrë këtë djallë ka që i vëshëm, edhe? Po. Te i ka thënë, po ta falim, doktor, edhe? A një mënë i ka thënë, edhe një ashtu ka nëllë. Baba ditu në nesër me shkën drejt ke doktorin në spital. Prej ati spital, babën nuk e ka landër 2008, 1948, ndërisa nuk ishë këthy. E ka shkollu, ka pas raste me shku në Itali, me praktik mjekësore. Aqë që në Elbasan kur ishë punësu, ka qenë një prej doktorëve dallun. Derisa këtu kur vihet, duhesh me a fillu prej fillimit se si e komunistë dhe duhesh Qëftos me forcët e veta, pa mikë. Tu ka qenë fati ti që ka hasë një doktor Groti, Gjerman, edhe tu tanë ka njëjtë rolin dita parë. Ditën e parë ka shku në Bulandi Kurshme, drase, në plash të vogël, edhe aty që ka nëllë, i ka thënë, Musa, vjen nesër në punë, se pa ty s'kam që ka bajtu. Doktori Gjerman që ka pas obligime në e aty. Edhe ka qenë një histori interesante, që ditën e dytë, ka ndash me marrë mi që me mledhë kryp babën, babë i ka thënë prej doktori. Ja, s'na interesant peja me ne, jo, i ka thënë zvi. Po i ka thënë, shka pra shpi, prit kur të vinë policia, ajo policia nuk erdi, por erdi dikush prej ambulante, Musa marrë prej doktor Groti. Edhe prej ditës dytë, mësë ne ka vazhdu edhe se ka ndërprej ndimen e këti qytet. E që ishte interesante, kur u pëtë martu baba, ka pas doktorin edhe grun e ti musafer në shpi për atë dit, edhe doktorica ja pas kja, gruja doktorit ja ka nap një dhurat. Qëfar ishte? Që ishte interesante, mas 20 viteve, aj doktor vjen të viteve 70 me pa ku janë, ku ish Musaja, në majtë pazarit aty, aqë shabit që e ka shlu veturën pa e frenu, pa njerëzit e ka i nalë, edhe ka i shku në shpi. Po gja ma interesanti i ka thënë kja gruja doktorit, se bone atë, kujtoj që të kam pru pesqesh, i ka thënë nana, prit një dekik. Ka shku nana e ka pru pesqeshin, mas 20 e sa viteve, ata kanë qenë gërshan mjekësore, di? Po. E doktori në atë moment heksa hatin e harit, e janë e babës pesqesh thot, ju e din këtë mi vlerësu dhuratën. Shumë mesazh i bukur edhe për ne brezët e rinj. Do doja që ta përmbyllja dal nga dal këtë bisedë, patjetër jeni të lirë të shtoni çfarë do të. Veç edhe këtë mos ta shkapërcem në spitalin e Elbasanit, mendimin mas orarit punës ja partizanëve, masi që ka pas jevrej shumë gjuisha në Shqipëri, dikush ka fol, e i ka thanë si Musaja i niman partizanëve dhe këtyne tjerve, edhe ushtria Gjermane e ka im shtetë për murë mi pushkatu. A gja baba kurs me ka thanë, për e kam zbulu prej Ramush Haxhibetit, i cili me 2008 vetë
a ke vakt me pi një qaj me ne, edhe doli muhabeti që djali halës Ramushit në Elbasan, edhe baba paskun bashkëpunu, edhe kanë qenë pështetën në murë për pushkatim. Si kanë shpëtuar? Pa doktori prej dytit kati thot halta, monal, ky thot pse? Pa ku keni pa doktorin me pushkatu me mantel të bardh, edhe i thot, aje ka betimin e Hipokritit që me shërby e mi shëru njerëzit, e ma vonë një gjykoni. E aty ka qenë baba shumë i dëshprum me atë të folun se i nejman partizanve e tjerve. Po, e ka da zoti ka pështua dhe i shkëthy. Me çfarë fjalë që ju e përshkruajnë babajnë tuaj në Ulqin kur ju thonë juve, apo kur ju thonin dikur, si e përshkruajnë ata të cilët e mbajnë mend, dhe si ju bën ajo që të ndjeni? Ata bësh mbajnë krenar, se babën tem, gjysë doktor Musa, apo këmëtan, ashtu si ishë realiteti. Këta stilistat që thonë jo ishë informjerë, po e ka pas rastin doktor Sima pas dritë. Diftonte në shtëpit kulturës, kur ishte festimi i detlindjes ti, thot, më falë, kush jeti djali, thëmë prej diasporës, po t'i napim për kragjet e uresat, e djali ku je, djali Musës. Djali Musë doktorit që me shpetoj një fëmin dorë teme, fëmiu i marumu, doktor Musa me shpetoj, tha. Shumë ndjenje bukur edhe për ne të cilët thjesht e dëgjojmë një histori të tillë. Ka qenë edhe një baba ti Masud Tivarit, pas Ramet edhe Masudi ka qenë nanije, edhe ka qenë një doktor patologjis, Plamenac, Pajo Plamenac, ka qenë prezent aty në shtëpi ty në Tivaraj, edhe baba ka qenë i njajti që ka mujtë venos mja majtë shpirtin gjallë derisa ti vinë djali për një javë prej anijes. Edhe kur ka ardhë djali, baba e ka ndërprej atë ushqimin artificial që me mujtë me shku në dërnja i paqësum pa therje gjelpane. E ma vonë, në Sarajev shkojshë shpesh, e lepun këtë profesorin Pajo Plamenac i patologjisë në kabinetin e ti, thot dikush që ka në mledhja, aja mledhja ka qenë me 12 mjek, aty unë sa qila derën pak, a im ka pa gjesi potom që najve që medicinara, ko e sumoj o që vidjeli. A i ka qenë një knajshie jemja në profesionalizmin e babës. Me gjithë se baba thonë të pëse mordial nuk shkove për doktor, shika babë, ti e për me shnosh njerës të smut. Unë duhet minap komoditet, me arkitekturë dhe interjer. Mire kjo. Se cilin në fushën e vetë. Cili do ishte mesazhi juaj, e dim që jeni edhe gjysh, cili do ishte mesazhi juaj për brezat e rinj të cilët kanë mundësi që ta dëgjojnë këtë intervistë, për ta përmbyllur me një mesazh tuajin? Kështu, geneza familjare, dëshira perëndis ishte ajo që nuk ndërprehet. Une kam pas edhe gjyshin me një ilaç, kam pas edhe halën e babës me një ilaç. Kemi pas tu hala Feridja me një ilaç, mësënej hala Zadja, nana Emro Abazit. Tanë kanë qenë deri sa njeriu ka mujt me një mu me mjetë natërore. Edhe i thamë gjdo kujt që në rrasë keni një filis familjar pozitiv, vazhdoni me te, se nuk ndërprehet, se numri i kontaktit të gjakut ton ka mrit deri 29 mjekë motra medicinale, se motra ime ka prit 26.000 bebe në Tivar, mami, drita. Gjithmonë duheni me shiku vizionin e shnosht, edhe mas mi këput atë entuziazm, se diket ka me dal dikushi. Faleminderit shumë, ishte me të vërtet një bisedë e këndshme, më ndryshe. Unë ju dëshiroj shumë suksese, jetë gjatë dhe shumë suksese në punën tuaj dhe uroj t'ju kem përsëri në studion e portalit Ulo Info. Faleminderit për juve, neve kemi me qenë në dispozicion, si kurse
ka nevojë ky qytet edhe për urbanizëm, edhe për investime. Unë kam e qenë shpirtnisht edhe materialisht i disponum që një ditë bela kë Ulqin mundet edhe mi pa dhe figurën e babës e të ku ishtë Nana Tereza, po kuptan, se kajnë pas njajtin material për popullsi, për humanizëm. Faleminderit shumë.